Pak ditë më parë, trashëgimtarja Top Channel Sara Hoxha festoi 20 vjetorin dhe që në orët e para të ditës ka marrë një urim të veçantë nga i dashuri i saj Ledion Liço. Ai shkruan: "Uroj që ajo të jetë e lumtur çdo ditë, sepse ajo me të vërtetë e meriton." Me këto fjalë përshkruan dashurinë që ka gazetari Liço për Sarën në një postim në Instagram, ku ka postuar dhe një foto me dhuratën që i ka bërë. Nuk besojmë të jetë e vetmja dhuratë. Këngëtarja Orhide Al Latifi, shumë e njohur ose siç të gjithë e njohin tashmë Kida, ka ndryshuar shumë në look nga adoleshenca e deri tani. Në fotot më poshtë tregohet ndryshimi i saj, dhe pse nuk ngjan shumë me Kidën, që ne njohim tani, themi se make-upi bën të vetën. Erës po i shpërthejnë buzët. Era i strefi gati sa nuk po i shpërthejnë buzët. Në një foto të postuar nga këngëtarja, shihet se ajo ka intervenuar sërish në buzët e saj, edhe pamja në total i ka ndryshuar. Tani ju njohim me një top 5 të vipave shqiptar, se si kanë qenë e si janë tani. E nisi me Ermal Feyzollaun, i cili nuk ka bërë asgjë në ndërhyrje, vetëm se është shëndoshur pak. Vazhdoi me dhuratë dorën, e cila është dobësuar, ka fryrë buzët, ka ndryshuar formën e vetullave e tjerë. Çilieta, për të cilën nuk mund të flasim shumë pasi ka bërë të gjitha ndërhyrjet e mundshme. E më pas vazhdojmë me B2N, i cili nuk ka bërë asgjë. Dhe i fundit për këtë top 5 është Mozik, i cili thjesht është dobësuar pak. Ndonse në këngët e saj është shfaqur e turpshme dhe e ndrojtur, Kameleone ka sjell besën më bombastike se kurrë. Qëndroni me Kameleon për më shumë energji dhe bashkë miru dëgjofshim të jetën e ardhshme. Mos harroni të na ndiqni në Facebook Play Ship. Mirupafshim.